Prej disa ditësh në rrjetet sociale po qarkullon me një sistem ideja se Kiara Tito mund të jetë moderatorja e re e Big Brother Fan Club, duke ndezur menjëherë diskutime dhe reagime të shumte mes fansave të formatit. Edhe pse ende nuk ka një konfirmim zyrtar nga Top Channel apo nga vetë moderatorja, aludimet po bëhen gjithnjë e më të forta dhe po marrin vëmendje të madhe publike. Shkak për këto dyshime janë bërë disa detaje të vogla, por domethënëse, si prania e shpeshtë e Kiarës me ambientet e Top Channel, rikthimi i saj më aktiv në ekran dhe heshtja strategjike për projektet e ardhshme. Fansat kanë vënë re gjithashtu se profili i saj përshtatet perfekt me frymën e Big Brother Fan Club, një program që kërkon energji, komunikim të drejtë dhe lidhje të fortë me publikun. Kiara Tito gëzon një mbështetje të jashtëzakonshme nga ndjekësit, sidomos pas eksperiencës së saj në Big Brother VIP, ku arriti të krijojë një raport shumë të fortë emocional me publikun. Pikërisht kjo e bën atë një nga emrat më të përfolur për moderimin e Fan Club, pasi fansat besojnë se ajo mund ta kuptojë më mirë se kushdo tjetër dinamikën e lojës dhe reagimet e publikut. Ndërkohë, në rrjet janë shfaqur edhe zëra kritik, ku disa ndjekës shprehen se zgjedhja e Kiarës mund të sjellë polemika apo krahasime me moderatorët e mëparshëm. Megjithatë, pjesa më e madhe e publikut duket entuziaste dhe e bindur se Kiara do t'i jepte emisionit një frymë më moderne dhe më emocionale. Deri në një njoftim zyrtar, gjithçka mbetet në kuadrin e aludimeve, por një gjë është e sigurt. Emri i Kiara Titos është aktualisht ndër më të komentuarit për Big Brother Fan Club. Nëse këto zëra rezultojnë të vërteta, publiku pritet të shohë një sezon edhe më të ndjekur dhe plot diskutime.